Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësuesja Lazima Ahmeti dhe me ju sot, nxënës të klasave 4, do të mbajmë mësimin me titull Folja jam dhe kam në kohën e pakryer. Para se të fillojmë me kohën e pakryer të foljeve kam dhe jam, ju nxënës do duhet të dini dhe të zgjedhoni foljet kam dhe jam në përveta, në kohën e pakryer dhe të dalloni në tekst kur foljet janë në kohën e tashme dhe në kohën e pakryer. Të përkujtohemi, kur ishte folja në kohën e tashme? Mendoni mirë të dashur nxënës. Folja është në kohën e tashme atëherë kur veprimi ndodh në kohën kur jemi duke folur. Për shembull, unë jam në shkollë, pra tregon veprim që ndodh në të tashmen, dhe Roni ka gitarë, që po ashtu është në kohën e tashme. Koha e tashme foljeve jam dhe kam në përveta do të ishte: unë jam, ti je, ai ose ajo është, ne jemi, ju jeni, ata ose ato janë. Folja kam në kohën e tashme do të jetë: unë kam, ti ke, ai ose ajo ka, ne kemi, ju keni, ata ose ato kanë. Folja është në kohën e pakryer atëherë kur veprimi ka ndodhur në të kaluarën dhe vazhdon ende dhe nuk është kryer tërësisht. Për shembull, ata ishin në qendër skijimi. Apo Genti kishte ski. Po të ishin këto folje në kohën e tashme do të ishin: ata janë në një qendër skijimi ose Genti ka ski. Pra, folja jam dhe kam në kohën e pakryer tashti janë shndruar në ata ishin, tash në vend që janë është bërë ishin, dhe në vend që ka ski, ajo që ka ndodhur në kohën e pakryer, do me thonë Genti kishte ski. Koha e pakryer e foljeve jam dhe kam në përveta do të ishte: unë isha, tashmo folja jam është shndruar në isha, prandaj këtu i kemi edhe këto prapashtesat që janë shtuar gjatë kohës së pakryer, do me thonë isha, unë isha, ti ishe, ai ose ajo ishte, ne ishim, ju ishit, ata ose ato ishin. Folja kam do të bëhet kisha, pra unë kisha, ti kishe, ai ose ajo kishte, ne kishim, ju kishit, ata ose ato kishin. Detyrë për ju nxënës. Nënvizo foljen jam dhe kam në kohën e pakryer tek teksti i mëposhtëm. Dimrin e kaluar isha në skijim në Kodrën e Diellit. Ajri ishte shumë i thatë dhe i ftohtë. Ne ishim bashkë me familjen. Unë kisha ski, ndërsa motra kishte një saj të vogël. Motra ishte shumë më e gëzuar. Sa keq që nuk ishin edhe shokët e mi, tha Genti. Po të ishit edhe ju së bashku, do të kishim të gjithë saja dhe ski. Koha na iku shpejt dhe më në fund ishim në shtëpi, ku gjyshja ishte duke na pritur. Ajo ishte brenda tërë ditën, derisa ne ishim jashtë në borë. Fëmijë të dashur, a thua pra dalluat foljen jam dhe kam, të cilat ishin të përdorura në kohën e pakryer. Në qoftë se nuk i keni vënë re, shikojmë faqen në vazhdim. Pra dimrin e kaluar isha në skijim në Kodrën e Diellit. Pra këtu folja jam në kohën e pakryer është formuar isha, pra. Ajri ishte shumë i thatë dhe i ftohtë, pra ajri ishte, pra
Folja jam është e shndruar ishte, pra ajri ishte, pasi që është në vetën e tretë, është e shndruar në ishte. Shumë i thatë dhe i ftohtë. Ne ishim bashkë me familjen. Pra kjo është në vetën e parë shumës, ne, që është të bërë ne ishim pra. Unë kisha ski. Kisha pra kam, por në kohën e pakryer është e shndruar në kisha, pra unë. Veta e parë, unë kisha ski. Ndërsa motra kishte një saj të vogël. Pra motra është në vetën e tretë dhe është folja kishte, një saj të vogël. Motra ishte, pra folja jam, por në kohën e pakryer. Ishte shumë e gëzuar. Sa keq që nuk ishin edhe shokët e mi. Pra në vetën e tretë shumës është shndruar ishin, pra ata ishin. Edhe shokët e mi, tha Genti. Po të ishit edhe ju, pra kjo është veta e dytë shumës, ju pra, po të ishit, pra ishit edhe ju, ne së bashku do të kishim saja dhe ski, pra ne do të kishim, pra veta e parë shumës, ne kishim. Koha na iku shpejt dhe më në fund ishim në shtëpi, po ashtu edhe këtu është e veta e parë shumës, sepse bëhet fjalë për disa njerëz, pra ishim në shtëpi, kur gjyshja ishte duke na pritur, pra veta e tretë njëjës, ajo ishte duke na pritur. Ajo ishte brenda tërë ditën, pra këtu folja është shndruar në ishte, brenda tërë ditën, derisa ne ishim jashtë në borë, pra veta e parë shumës ne ishim. Shkruaj si duhet foljet jam në kohën e pakryer. Të shohim ushtrimet në vazhdim. Unë me pushime në struk. Si do të ishte folja jam në kohën e pakryer? Do të shohim pastaj. Ju në anën e kundërt, ne së bashku me ju, ti në shtëpi, ato të gëzuar, ai me prindërit. Të shohim nxënës zgjidhjen e kësaj detyre, pra të shohim si do të ishin fjalitë e plotësuara në mënyrën si duhet. Unë isha me pushime në struk, pra folja isha. Folja jam në kohën e pakryer. Ju ishit përballë nesh, ne ishim së bashku me ju. Ti ishe në shtëpi, ato ishin të gëzuar, ai ishte me prindrit. Pra folja jam në kohën e pakryer, pra ka marrë forma të ndryshme. Isha, ishit, ishim, ishe, ishin, ishte. Pra varësisht si janë vetat, ashtu edhe folja ka pësuar ndryshime dhe në kohë. Pra ka ndryshuar edhe në kohë, sepse është bërë në kohën e pakryer. Vendos fjalën apo përemrin e duhur para foljes. Kishe një libër, pra këtu kujt i drejtohemi? I drejtohemi personit të dytë, pra këtu do të ishte pra veta e dytë. Mendohuni mirë, pra veta e dytë cila është? Kisha saj. Kishte laps të bukur, kishit ndeshje, kishit. Pra vazhdojmë edhe me fjalin e katërt, kishim mësim, kishin. Pra ne do të shohim zgjidhjet e kësaj detyre, pra të shohim cilat janë vetat të cilat i përkasin këtyre foljeve. Pra ti kishe një libër, pra kjo ishte në vetën e dytë, pra kishe një libër. Unë kisha saj, pra është në vetën e parë, njëjës, unë. Ai kishte laps të bukur, që do të thotë se është në vetën e tretë njëjës, kishte. Ju kishit ndeshje, pra kishit është në vetën e dytë shumës, ndërsa në vetën e parë shumës është kishim, pra ne kishim mësim, ata ishin në ekskurzion, pra këtu i kemi vendosur vetat përpara foljeve të cilat u përkasin, pra foljet varësisht si ndryshojnë nëpër veta.
Shkruaj në kohën e pakryer foljet në klapa. Unë tash nuk do të jetë kam një fjongë të bukur, por mendohuni mirë para se të japim përgjigje, cilat folje mund të jetë, do me thonë si do të ndryshoj folja kam apo jam në kohën e pakryer, pra. Ajo, flokë të gjatë, sytë e saj të kaltër, kurse në dorë një buqet me lule. Por unë, duke lexuar një libër, ai shumë CD, edhe tetja arta dje në shtëpinë tonë, ai shumë libra në çantë. Ju kam ose edhe lapsa edhe libra të bukur. Pra ne këtu do të duhet të vendosim foljen kam dhe jam në kohën e pakryer. Jo tash siç janë këtu në kohën e tashme, ne duhet t'i kthejmë në kohën e pakryer. Pra, këtu do të ishte zgjidhja që vijon. Pra, unë në vend që kam, e kemi bërë, unë kisha një fjongë të bukur. Ajo kishte flokë të gjatë. Sytë e saj ishin të kaltër, kurse në dorë ajo kishte një buqet me lule. Por, unë isha duke lexuar një libër. Ai kishte shumë CD-ja. Edhe tetja arta ishte dje në shtëpinë tonë. Ai kishte shumë libra në çantë. Ju kishit edhe lapsa edhe libra të bukur. Në fund, nxënës të dashur, kjo është një detyrë individuale të cilën mund ta bëni vetë ju në shtëpitë tuaja, ku aty mund të bëni një tekst të shkurtër me 4 fjali ku do të përdorni foljen jam dhe kam në kohën e pakryer, siç i dham edhe shembujt më vonë. Nga unë, miru pafshin dhe ditën e mirë në radhët tjera të leksioneve që do të zhvillohen. Ditën e mirë!